Për më shumë se 3 orë, qytetarët protestuan para parlamentit duke hedhur parulla kundër deputetëve të të gjithë krahëve politik. Policia vendosi herët në mëngjes një perimetër sigurie tek 2 hyrjet kryesore të godinës ku zhvillohej seanca plenare, duke mos lejuar që protestuesit u afroheshin deputetëve. Qytetarët hodhën vezë shishe uji në shenjë revolte ndaj parlamentit, duke deklaruar se deputetët nuk I përfaqësojnë. Në mesditë parlamenti mbylli punimet e deputetët shfrytzuan dalje në krah të Akademisë së Shkencave për t'u larguar, ndërkohë që protestuesit vazhduan të hidhnin parulla kundër tyre. Rreth orës 12:45, forcat e policisë ndërhyn për të larguar protestuesit nga sheshi, e pas tensioneve u përdor spraj e ujë për t'i shpërndar ata. Protestuesit reaguan duke qelluar me gur forcat e policisë, të cilët përdorën gjithashtu edhe gaz lotësiellës. Situata u tensionua pasi protestuesit sulmuan një makinë policie që ndodhej aty duke I thyer xhamat. Forcat e policisë ndërhyn dhe ndaluan 18 protestues, numri më I lartë I qytetarëve të shoqëruar prej momentit që ka nisur protesta. Gjatë përplasjeve mes forcave të policisë, disa protestues mbetën të lënduar e morën ndihmë mjekësore, gjithashtu 9 policë raportohen se kanë mbetur të lënduar. Yeah.